Lam të mirë rrudha, sekreti kundër plakjes gjendet në kuzhinën tuaj. Gjithçka që të mbetet të bësh është të përzihesh një të bardhë vezë dhe mjalt. Ju duhet vetëm një e bardhë vezë dhe një lugë gjelle mjalt. Hidheni të bardhën e vezës në një tas dhe shtoni lugën me mjalt, pasi t'i keni përzierë mirë që të dy përbërësit, para se ta aplikoni maskën në fytyrë, lidheni flokët në mënyrë që të mos ngjiten në fytyrë. Filloni dhe përhapeni ngadalë në të gjithë fytyrën tuaj, duke shmangur zonën e syve. Mbajeni maskën derisa ajo fillon të shtrëngojë lëkurën dhe pastaj shpëlaj me ujë të bollshëm. Porët do të jenë të ndosur ndërsa lëkura është pastruar në thellësi. Dihet që e bardha e vezës është pak e sikletshme për të përdorur si maskë, por në qoftë se do të dish të gjitha vlerat e saj, sikletin nuk do ta mendosh fare.